Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Presidenti Begaj apelon të jepet zgjidhje stoku të lartë të dosjeve në gjykata. Ministri i Drejtësisë thotë se reforma ka rritur besimin tek drejtësia. Erion Velia i kërkoi të rifitoj lirinë në gjykatën e posaçme të apelit. Kryebashkiaku i Tiranës i gatshëm edhe për ofrimin e garancisë pasurore. Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve vendos rinumërim të votave në qarkun e Fierit. 2 antarët e opozitës mbështesin kërkesën e Adriatik Lapajt. Gjykata shpalli vendimin për vrasësit e biznesmenit Edmond Papa. Ekzekutori u dënua me 30 vjet, ndërsa bashkëpunëtori i tij do qëndrojë 25 vjet në qeli. Vjojmë të ndjekim më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Një nga problematikat më të mëdha të gjyqësorit është volumi i madh i dosjeve që presin të shqyrtohen. Duke marrë shkas nga kjo situatë, presidenti Bajram Begaj kërkoi zgjidhje urgjente. Ndërkohë ministri i Drejtësisë Sulsi Manja tha se reforma ka rritur besimin e qytetarëve tek drejtësia. Presidenti Bajram Begaj ka bërë thirrje që të zgjidhet sa më parë ngërçi stoku të lartë të dosjeve në gjykata, si një nga problemet më të mëdha që pas miratimit të reformës gjyqësore. Ai shfrytëzoi takimin që po mbahet në Vlorë me kryetarët e gjykatave të larta të vendeve të Europës qendrore dhe lindore për t'i dhënë zënë një nga sfidave më të mëdha që ka drejtësia. Në Shqipëri ne kemi ndërmarrje një reformë e cila ka sjellë zhvillime pozitive të rëndësishme në sistemin e drejtësisë, si forcimi i pavarësisë dhe rritja e profesionalizmit të magjistratëve, rritja e transparencës dhe mekanizmave të rinj për të parandaluar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Megjithatë, sfidë kryesore mbetet numri i lartë i çështjeve të mbartura, të cilat kanë shkaktuar jo vetëm vonesa në dhënien e drejtësisë, por edhe drejt për së drejti, duke rënuar mbi qytetarët tanë. Dhe kjo çështje kërkon zgjidhje urgjente dhe efikase. Ndërsa ministri i Drejtësisë Sulsi Manja tha se besimi te drejtësia është thelbësor për qytetarët, duke theksuar se ai është rritur vitet e fundit. Shqipëria ka ndërmarrë një ndër investimet më të mëdha në digitalizimin e sistemit gjyqësor, përmes ngritjes së sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, ICMIS, dhe janë siguruar fondet e duhura në buxhetin e vitit 2025 për të siguruar implementimin dhe financimin e plot këtij sistemi për gjyqësorin shqiptar. Sigurojnë që brenda pak vitesh i tërë sistemi i drejtësisë të shërbehet nga sisteme moderne dhe të jetësoj i drejtësinë me impakt të drejt për publikun shqiptar. Në konferencë foli edhe David Campbell, kryetari i gjykatës Arizonas, i cili vlerësoi takimin si një mundësi për të shkëmbyer ide, zgjidhje dhe praktika. Përmes avokatëve të tij, kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia ju përball në gjykatën e apelit të posaçëm për të rifituar lirinë. Gjyqtari Engert Pëllumbi kishte në duar vendimarrjen, ndërsa Velia i shprehu gatishmërinë për garanci pasurore për t'u liruar nga qelia. Erion Veliaj nuk e rifiton lirinë. Kërkesës së avokatëve të tij për të lënë qelinë, apeli i posaçëm i tha jo. Vendimi u dha nga gjyqtari Engert Pëllumbi, ndërsa ju vendos në dispozicion edhe garanci pasurore, vlera e së cilës u la në çmim të gjykatës. Erion Velia ju arrestua në 10 shkurt në zyrën e tij në bashki. Prej kësaj date ai po bën një betejë të fortë ligjore për të lënë qelinë e paraburgimit, por të gjitha kërkesat e tij deri më tani janë rrëzuar. Ai akuzohet për korrupsion, pastrim parash e deklarime të rreme përpara oficerit të policisë gjyqësore. Në 22 maj, Velia dhe bashkëshorët e së tij u rëndua pozita ligjore me akuzën e refuzimit për të deklaruar të ardhurat. Po në të njëjtën ditë, prokuroria e posaçme vendosi të sekuestrojë çiftit edhe një apartament në Kodrën e Diellit në ndyshimet se e zotrojnë atë përmes interesave apo faktikisht. Elvis Roshi është marrë i pandehur nga SPAK në akuzën e shpërdorimit të detyrës gjatë kohës kur drejtonte Bashkinë e Kavajës në vitet 2013-2014. Hetimet nisën pas një auditimi të bërë nga kontrolli i lartë i shtetit që gjeti shkelje në procedurat e prokurimit publik, si dhe në sektorin e urbanistikës. Sipas këtij auditimi, shkeljet e Roshit i kanë kushtuar buxhetit të shtetit një dëm prej 33 milion lekësh. Burime nga SPAK bën të ditur se ndaj Roshit po zhvillohen hetime dhe për krime zgjedhore. Më herët ish kryebashkiaku i Kavajës është dënuar për falsifikim të dokumenteve kur kandidoi pikërisht për këtë post.
Komisioni ankimimeve dhe sanksioneve vendosi rinumërim të plotë të votave dhe për qarkun e Fierit, dy antarët e propozuar nga Partia Demokratike në komision mbështetën kërkesën e Adriatik Lapajt me argumentin se ajo i shërben transparencës. Pas Tiranës edhe votat e qarkut Fieri do të rinumërohen gjitha për forcat politike dhe për kandidatët. Kërkesa për rinumërimin e plotë të Fierit u bë nga Partia Adriatik Lapajt, pasi PD kërkoi vetëm hapjen e disa qendrave të votimit. Edhe pse Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve rozoi kërkesën e Lapajt, Partia Demokratike i erdhi në ndihmë dhe dy antarë të propozuar nga ajo në KAS vendosën që i gjithë qarku i Fierit të rinumërohet. Me kërkesë të dy antarëve të KAS-it, i kërkohet administratës që të kqyri të gjitha kutitë e votimit të qarkut Fier për subjektet zgjedhor dhe kandidatët për votat brenda vendit. Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj e humbi një mandat në Fier për 519 vota, mandat të cilin e mori Partia Socialiste. E mbetet për të parë nëse rinumërimi sjell ndonjë ndryshim në rezultat. Ndërsa Partia Demokratike nuk ka pretendime për rezultatin në Fier, por beson se hapja kutive i shërben transparencës së procesit të 11 majit. Deri më tani është vendosur të rinumërohet i plot qarku i Fierit dhe qarku i Tiranës. Në Dibër do të numërohen vetëm votat e kandidatëve të Partisë Demokratike, ndërkohë që pritet vendimi i KAS për Durrësin, qark në të cilin Partia Demokratike gjithashtu ka kërkuar rinumërim. Sali Berisha tha këtë të hënë se rinumërimi i votave i shërben transparencës së zgjedhjeve të 11 majit, por ai e bëri të qartë se çfarëdo që të ndodh pas këtij procesi, Partia Demokratike do të vijojë denoncimin e asaj që ai e quan masakër elektorale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se procesi i rinumërimit të votave i shërben transparencës së 11 majit. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha shmangu një përgjigje të qartë. Nëse Partia Demokratike beson apo jo se pas rinumërimit të Tiranës, ajo do të marrë mandatin e 14, por u mjaftua të vejë theksin tek rëndësia e transparencës për çdo vot. Ky proces ka të bëjë vetëm me atë që quhet transparencë. Dhe ta dini një gjë, çdo njeri që ka kërkuar për të marrë votat këtu në parti, i është pranuar absolutisht kërkesa. Madje u është kërkuar që të kërkojnë rinumërim votat. Çdo njeri që ka patur dyshim për numërimin e votave këtu, i është kërkuar të kërkojnë rinumërimin e votave. Sipas Berishës, prioritet për të mbetet denoncimi i farsës elektorale të 11 majit. Se siç e shef ti, po i bëhet gjyqi farsë elektorale. Çfarë do sjell? Kjo do sjell, pa diskutim. Kjo do sjell mungesë e legjitimitetit të qeverisë dalë prej saj, bashkë me shqiptarët dhe komunitetin ndërkombëtar, Sali Berisha ka një mision, të rikthejë votën e lirë. Një muaj pas humbjes në procesin e 11 majit, Partia Demokratike vazhdon të mbetet e fokusuar tek denoncimi i zgjedhjeve parlamentare. Autori i vrasjes së biznesmenit Edmond Papa është dënuar me 30 vjet burg, ndërsa bashkëpunëtori i tij me 25 vjet. Krimi kishte motiv hakmarrjen për një tjetër vrasje të ndodhur po në Tiranë. Gjykata e Tiranës dënoi me 55 vjet burg në total dy vrasësit e biznesmenit Edmond Papa, atentat që tronditi Tiranën në mes të dhjetorit të 3 viteve më parë. Ekzekutori Andriu Bode u dënua me 30 vjet heqje lirie, ndërsa bashkëpunëtori i tij Alban Velo me 25 vjet burg. Ngjarja ndodhi në Selit, teksa viktima po pinte kafe në një lokal në këtë zonë. Hetimet që hodhën dritë mbi ngjarjen gjetën që Andriu Bode e ekzekutoi Papën i maskuar duke i qelluar me 9 plumba, ndërsa Alban Velo e priste në një automjet për t'u arratisur. Ndaj tyre rëndon akuza vrasje me paramendim. Për këtë krim, dispozita ligjore që parashikon kodi penal është dënimi me burgim nga 15 gjerë në 25 vjet. Kur vrasja kryhet për interes apo hakmarrje, dënohet me burgim jo më pak se 20 vjet ose me burgim të përjetshëm. Megjithatë, togat e zeza vendosën për një dënim total prej 5 dekadash e gjysmë. Dyshimet janë që Edmond Papa u ekzekutua për hakmarrje për vrasjen me bombë të telekomanduar ndaj Aleksandr Sadikajt. 27 vjeçari u vran në 11 qershor të 2022-shit në afërsi të rreth rrotullimit të Saukut. Zgjerohet harta e murtajës së baktive, teksa raportohet se në Bulqiz kanë ngordhur 150 krerë. Sipas specialistëve, rrezikohet të azgjësohet e gjithë tufa prej 700 krerësh për të mos lejuar përhapjen e mëtejshme të sëmundjes.
Një fermë bagëtishtë imta në fshatin Val të Martaneshit në Bulqiz është prekur nga sëmundja e murtajës. Burime bën me dije se deri tani kanë ngordhur më shumë se 150 krerë keca, ndërsa rrezikohet e gjithë tufa e cila ka afro 700 krerë. Mjeku veterinar Gëzim Neziri tha se janë marrë mostra nga bagëtia e ngordhur dhe janë dërguar pranë Institutit Veterinar në Tiranë. Nëse rezulton nga analiza që është vërtet sëmundja e murtajës shkak i ngordhjes, do të bëhet ekzekutimi i gjithë bagëtisë për të shmangur përhapje në ferma të tjera. Ke njerëzit nuk ka rrezik, por ne më problem kemi përhapjen. Për këtë arsye është bërë izolimi ferma është bërë në monitorim zyrtar, me qëllim që të bllokohen shitblerjet, qoftë kafshë smure, qoftë kafshë gjalla. Nisur nga kjo ngjarje është kërkuar informacion edhe nga fermat e tjera të cilat kanë raportuar se për momentin nuk kanë bagëti të sëmura. Bagëtia e ngordhur në fermën në fshatin Val të Martaneshit do të groposet sipas rregullave të përcaktuara nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Edhe pas 4 muajsh që nga mbajtja e zgjedhjeve vijon të dështoj seanca e konstituimit të Kuvendit të Kosovës, Komisioni për votim të fshehtë këtë herë mori vetëm 53 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Seanca e radhës është caktuar të mërkurën në orën 11, që nga betimi i ligjvënësve më 19 prill, seancat parlamentare kanë ngecur pikërisht në pikën për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Fillimisht votimi për kryetare të Kuvendit për kandidaten e vetvendosjes Albulena Axhiu u zhvillua në mënyrë të hapur, por ajo nuk arriti asnjëherë të siguroj votat e nevojshme. Më pas, si zgjidhje e Partia e Kurtit propozoi formimin e një komisioni për votim të fshehtë, propozim që vazhdon të refuzohet nga opozita. Nuk kemi quorum. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.